Ma shumë xhelozia se magjia. Vëllezërit nëse kanë problem të veti, nga xhelozia e kanë, jo nga magjia. Habili me Kabilin, a magji kanë pas o xhelozi? Në Kur'an thuhet xhelozi. Xhelozia është shumë më e keqe se magjia. Xhelozia e bjen njeriu në atë gradën e shkatrimit. Xhelozia është problemi më i madh në botë. Mëkati i parë në botë është xhelozia, jo vrasja. Se vrasja jo magjia. Jo, magjia jo. Ma bon. Pastaj Enes, Zoti e përmend në Kur'an Harute vë Marute, që do të thonë ata që ju kanë mësuar sehrin në këtë merat. O e shumë vana, ama Habili dhe Kabili kanë qenë vëllezër. Vëllezër kanë qenë, të Ademi dhe Islam, nga xhelozia, Kabili e vret Habilin. Më thonë këtë problem, cili jo mëkati i parë në botë, o xhelozia. Edhe këtë problem, ndërmjet vëllezërve, ndërmjet motrave, ndërmjet njerëzve kujshive, në mahalle, problemeve, ma shumë xhelozia se magjia.